Kur shqiptarët kërkojnë kronika e zezë sot, ata nuk kërkojnë thjesht një listë ngjarjesh të rënda. Kërkojnë të kuptojnë nëse vendi po bëhet më i pasigurt, nëse shteti po funksionon, nëse policia po parandalon apo po vjen vetëm pasi ka ndodhur tragjedia. Pas çdo lajmi për vrasje, plagosje, grabitje, aksident fatal apo dhunë në familje, qëndron një pyetje që nuk shuhet me një njoftim zyrtar. Pse po përsëritet e njëjta histori? Kjo është arsyeja pse kronika nuk mund të trajtohet si spektakël i përditshëm. Kur një ngjarje e rëndë zë vend në faqe të parë, nuk kemi thjesht një episod kriminal. Kemi një provë publike për nivelin e rendit, por efikasitetin e institucioneve dhe për nervin e një shoqërie që lodhet shpesh nga skandali, por jeton gjatë me pasojat. Kronika e zezë sot nuk lexohet më si dikur. Dikur kronika shifej si rubrik më vete, lexuesi hynte, lexonte ngjarjen dhe kalonte më tej. Sot kjo ndarje ka rënë. Një vrasje lidhet me armëmbajtjen pa leje, me konfliktet për pronën, me drogën, me paaftësinë e sistemit për të ndërhyrë në kohë. Një aksident rrugor nuk është më vetëm shkelje e kodit. Shpesh është histori korrupsioni, mungesë kontrolli, rrugë të pasigurta dhe tolerimi papranueshëm ndaj abuzuesve. Kjo e bën kronikën e zezë sot më të rëndë dhe më politike, dhe kur politika përpiqet të fshihet pas formulës standarde, po hetohet ngjarja. Në realitet, publiku nuk kërkon vetëm hetim, kërkon përgjegjësi, kërkon emra, kërkon të di kush dështoi para se të ndodhte krimi, jo vetëm kush u shoqërua më pas në komisariat. Lexuesi shqiptar brenda dhe jashtë vendit është bërë më i ndjeshëm ndaj kësaj. Nuk mjafton më një kronologji e thatë. Kush e raporton kronikën seriozisht, duhet të tregojë dhe sfondin, modelin e përsëritur dhe boshllëqjet e sistemit. Përndryshe lajmi konsumohet për pak minuta dhe harrohet, ndërsa problemi mbetet aty.